Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme do të sjellim historinë e një nëne, një 45 vjeçare nga qyteti i Pogradecit. Ajo quhet Klodiana Balliu, dashur miq, është nëna e 2 fëmijëve, e cila i ka sjellë të 2 këta fëmijë nga 2 martesa të ndryshme. Martesa e parë ishte destinuar të shkonte në divorc, ku ajo solli në jetë djalin, i cili sot është 16 vjeç, dhe më pas kur vendosi Klodiana ta rivazhdonte jetën, të martohej për herë të dytë, pati një tjetër tragjedi, pasi bashorti i dytë ndroi jetë duke e lënë me një vajzë të vogël. Kështu ajo mbeti nëna e 2 fëmijëve, e detyruar nga kushtet dhe rrethanat, u kthye në Pogradec tek babai i saj, zoti Rakib Balliu, dhe sot përballet me shumë vështirësi e vetme. Babai i saj në një moshë madhore, sot le të themi atë pension që ai siguron, në vend që ta konsumoj për veten e vet, ndihmon të bijën, nipin dhe mbesën. Klodiana është shoqëruar në studio nga babai, dhe pse është i madh në moshë me një shkop në dorë, ka vendosur që sot të vinte të udhëtonte nga Pogradeci për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë. Unë menjëherë dua t'i përshëndes Rakib Balliu, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mua më vjen shumë keq që ti sot ke marrë gjithë të rrugë të gjatë, je nisur në orët e para të mëngjesit nga Pogradeci për të qenë pjesë e studios. Pse erdhe? Ku mund të vinte vetëm Klodiana dhe ta përshëndes dhe Klodiana, përshëndetje e dashur. Se unë jam 78, ja një muaj për 79. Je 79 vjeç. Po hy 79 tash, me një muaj dhe hy 79. Pse sot erdhe në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku unë e kuptoj shumë mirë se sa e vështirë është një 79 vjeçar me një shkop të udhëtoj dhe të vi. Nuk dohet ta lije vetëm vajzën? Duhet vish, do të vish. Aq duhet se jam. E ndjen përgjithësi. Jam. Klodiana. Jam i saktë, një vjetër. Babai kënguli të vinte? Po, sidomos unë nuk kam qenë prezent kur babai të shboi një padrejtësi në shtëpinë time. Babai, sepse unë kam rritur fëmijët me vështirësi, siç e di, dhe gjithë dinë se më njohin kush jam. Edhe kam punuar në Greqi, ke parasysh me sakrifica duke i lënë babait 2 fëmijë, djalin dhe vajzën, që 4 vite i kam lënë vajzën dhe djalin. Ky baba është kujdesur për 2 fëmijët e tu. Babai unë e kam me ro, por kam ardhur që nga Greqia të investoj në Shqipëri, në shtëpinë time, dhe kam kërkuar ndërtimet i kam bërë brenda në shtëpi, dhe kam bërë një avlli. Do ma tërgosh, do ma rëfesh të gjithë historinë ditën e sotme. Prandaj më ka ardhur babai sot më shoqëroi sepse ka qenë prezent kur është bërë prishja padrejtësisht në familjen time në Shqipëri. Ai më tha që e kam një përgjegjësi, prandaj erdha të shoqëroj vajzën Klodianën, por sinqerisht unë i mirëkuptoj moshën e tretë, të cilët nuk kanë fuqi, le të themi, të udhëtojnë dhe të vinë në studio, ndaj për herë këmbgul që mosha e tretë nuk ka pse të vinë në një studio ku fare mirë mund të ishe e vetme sot Klodiana, por e kuptoj që je e prekur. Sa ju të merrni veten, edhe babai juaj, i cili padyshim që ndihet i lodhur, unë dua të prezantoj një kronik që gazetarja Ersela Mala i ka përgatitur për historinë e 45 vjeçares nga Pogradeci, Klodiana Balliu, dhe rikthehemi në studio. Në një lagje të qetë të Pogradecit, mes heshjes së një oborri të vjetër ku luajnë 2 fëmijë, qëndron historia trisht dhe e fortë e Klodiana Balliut, një nën 45 vjeçare që prej vitesh lufton e vetme për të qëndruar fëmijëve pranë dhe për të krijuar një jetë të qetë. 2 martesat e saj u shndruan në 2 plagë, nga e para solli në jetë një djalë, por Klodiana e braktisi bashkëshortin, sapo zbuloi se ai kishte një grua tjetër, që atëherë ai nuk është kujtuar kurrë për fëmijët e tij, asnjë ndihmë, asnjë interes, asnjë prani. Nga martesa e dytë lindi vajza, por dhe aty fati nuk u tregua i butë. Burri u largua jashtë vendit, kur Klodiana ishte vetëm 6 muajsh e 7 zënë. U zhduk pa kthyer kokën pas, dhe më vonë ajo mori vesh se ai mund të kishte vdekur. Prej asaj dite, ajo mbeti e vetme me 2 fëmijë të vegjël dhe me një rrugë jete gjithnjë më të vështirë. Për të mbajtur fëmijët, Klodiana u detyrua të merrte shpesh rrugën drejt Greqisë, për punë të rëndomta e të lodhshme. Çdo herë largohej me zemrën të thyer, duke lënë pas 2 fëmijë që e prisnin me mall dhe me ankth. Kur kthehej, sillte me vete vetëm aq sa duhej për të mbijetuar dhe për të nisur sërish nga e para. Pas kthimit të fundit, ajo vendosi të bënte diçka të vogël, por shumë të rëndësishme për ta. Një rrethim dhe një shtesë pranë shtëpisë ku jetonin, një hapësirë ku fëmijët të ndiheshin të sigurt. Disa kohë më vonë punonjësit e bashkisë shkuan dhe i shembën avllin, pa paralajmërim, pa sqarim, pa asgjë. Kur Klodiana u kthye në shtëpi, gjeti vetëm gur të shpërndar dhe një boshllëk që i shpoi zemrën edhe më thellë.
Ajo kërkon vetëm një të drejtë të thjeshtë, të jetojë qetë në shtëpinë ku rriti 2 fëmijët që janë gjithë jeta e saj. Kjo është historia e Klodiana Balliut, kësaj nëne nga Pogradeci, kjo 45 vjeçare e cila sot e vetme kujdeset për rritjen e 2 fëmijëve të saj me shumë sakrifica, i ka lënë tek babai dhe nëna e moshuar, është nisur vetë në emigracion të punoj dhe të përballoj jetesën e vështirë këtu në Shqipëri. E dashur Klodiana, do e nis me ty intervistën, edhe pse do doja ta nisja me babain, i cili është në mosh më i madh dhe ta respektojmë, por ai më mirë kupton. Ke ngelur e vetme, le të themi me 2 fëmijë, sa vite u bë që je vetme fare? 18 vite. Jo, flas kur u divorcove me kur të vdiq burri i dytë. 6 vite kam. Pra, ti ke 6 vite, le të themi që je e vetme me 2 fëmijët. Mua kam qenë babai dhe mami prindër krah, që unë edhe kam djerë edhe vetminë, sepse ti jesh një nënë me 2 fëmijë dhe 2 prindër, do të thotë që kam dhe 4. Përveçse se kam 2 prindër, janë dhe ata fëmijë për mua. A burrë është jetë e vështirë. Jeta pa një bashkëshort është e vështirë. Me bashkëshortin e parë që solle një jetë djalin 12 vjeç, u divorcove. Divorci erdhi për shkak të çfarë? Sepse kishte grua tjetër, prandaj. Edhe mua nuk më tregoi, më gënjeu. Edhe për këtë nuk donte. Por kush të martojmë? Me blesëri, isha 33, me blesëri një gocë xhajës tim më ka bërë, që unë pata këtë fatë. I dashur Rakip, e dhimbshme është martesa e parë e vajzës tuaj, ku me blesëri ju vendosët që ta martonit në një moshë të vogël. Sa vjeç ke qenë? 33. Jo, nuk ke qenë në moshë të vogël, ke qenë në moshë madhore. Të ndihmoj me shkopin? Nëse je ulur dhe mund të ndihmoj, ma jep mua të ndihmoj, okej, e vendosim aty. Ka qenë e dhimbshme, besoj, kur vajzën e martove me një person i cili kishte një grua tjetër në shtëpi. A shqepa nësë nga një vetëm plejt kam hapë. Mund, ma doli përsa mas 6 muaj një fëmijtë. Që 20 vjetë, që 13 vjetë. Por a i gruan e mbante në shtëpi, apo jetonte? Jo, e kishte për zona, nuk kishte ikur vetë, nuk e di, pak a shumë. Asë një se kam mësuar ditën e tyre. Pa ajo, kur e mori vesh që unë kishe marrë atë personin e saj, erdi në shtëpi. Këpërse ishën dhe ka 2. Dhe pse erdi në ka 2 se kisha shtëpi 2 kace, dhe përsëri gënjente duke thënë që ka ardhur qera gjiu. Përse jo do thoshte që ka qenë bashkëshortja ime. Pra të monte. Po mirë, ti u martove, nuk bëre letra, dokumenta, martesë ligjore? Thoshte prit. Po pse të prit, po si mi njohë, të prit të jetojmë, bashkëjetojmë. Thoshte unë, po kur të kem një letër që nuk të mban ajo letër, thjesht të mban një dashuri, një zemër apo një respekt. Pas sa vitesh kur ti shkove nuse në atë shtëpi, zbulove që ai kishte gruan? Pas 6 muajsh. Direkt pas 6 muajve. Po sa qëndrove me burrin e parë? 1 vit. 1 vit. Dhe mbete shtatzën? Po. Me djalin? Djalin e linde aty, apo ke qenë shtatzën? Jo. 2 muaj të babaj. Ngella shtatzën dhe i thash hajde të bëjmë celebrimet tash, se nuk jetohet kështu. Jo, tha, prit, tha se të mbushim 1 vit. Pse duhet të mbushim 1 vit? Thash, çfarë është kjo? Pas e tha, unë kam të nëmend atë të mos e ndaj dhe 2 të mbaj, thash, unë nuk mbajnë 2 gra. Nuk e kam parë këtë rast, thash. O, atë o mua. Ndërkohë që ai nuk donte, ka marrë robat e ti çantën, ka ikur për Greqi. Kam thënë, ktheu, o të bëjmë celebrimet, ose të ndajmë. Nuk më ka kthyer përgjigje, ka marrë çantën, ka ikur në Greqi, dhe unë marrë çantën, ka marrë te babai, ka marrë telefon, që ai nuk do me mua. O, do më marrësh në shtëpi, kam thënë, ose unë do i të drejtohem Gjolit, Pogradecit. Dhe babai atë ditë ka thënë mos e vri mendin, sepse unë e kam 1 dhe 2, 3 të kesh, unë zë se kam 3 fëmijë më kthesh të shtëpi, sepse unë e di kush e vlat je. Dhe kështu i dhe fund, le të themi, asaj bashkëtesës, se nuk bëre një martesë ligjore, së bashku me djalin dhe 2 muaj sa zonë ka marrë, më falë në prej. Sa muajshe? 2 muaj sa zonë. Ishe vetëm 2 muajshe. Dhe më thoshte jo që ta mbaj djalin, çaj kisha iqe fëmin, por nuk mund të mrasësh një krijesë nga gabimet që mund të bëj çdo familje, çdo që lidhet. Kur ti u largove nga partneri jot, ai të kërkoi që ti ta abortoje, ta hiqe fëmijën. Por ti e mbajtje dhe sot ai është 12 vjeç. E mbajtje se ishte gëzimi më i madh që të kesh një fëmijë, nuk e di që bëhesh nën për të parë, është gëzimi më i madh. Gjithkush e prete, ndërron, paguan miliona që të ketë një fëmijë në krah.
Dhe unë nuk mundja të taj, si ta vriskja. Dhe vendosa ta mbaj. Por kur fëmia erdhi në jetë, ai ju interesua për djalin? Jo, që shë ditë deri më sot, ai nuk është të bëri gjallë. Djali im është treguar baba im për të. Zoti Rakip, ju jeni gjysh në këtë rast, por besoj ke zvënsuar dhe figurën e babait tek Nipi. Po. Të ka pyetur ndonjëherë për babain? Kush? Nipi. Jo, s'ka pyet. Nuk të ka pyetur. Babain jo, po mua po. Ty të pyet për babain, çfarë Edhe ka thënë? vajza sot. Por djali çfarë të thot për babain? Ku e kam? E i thonë dhe shokët, sidomos ku kishte vetëm për herë parë në klasë parë, i kishte thënë, pse neve mami s'kemi baba. Dhe në mënyrë i kanë thonë kështu, që Edhimshme. nuk ktheja sepse kemi ngrënë në moment ka qenë bukë dhe ka qenë e rëndë, sepse ka qenë dhe babaj më ka ardhur dhe zorë, sepse s'është e lehtë. Por atësinë ja ka dhënë, e ka njohur? Jo, fare. Nuk e ka njohur Jo, atësinë. jo. Por pse nuk je drejtuar institucioneve? Nuk kam pasur lek, tani që kam pasur lek që Për njohjen e kam marrë atësisë. veten, tani do kap një avokat, dhe kam kapur një avokat, do t'i jap çështjet. Dhe bën shumë mirë. Pra djali është 12 vjeç dhe ai nuk ka ardhur asnjëherë ta takojë të birin. Jo, fare. Kjo është e dhimbshme. Është gjyna, nuk mund takon të them, po si mund t'i thuash prind, baba ti njeriu. Nuk e di si t'i them. Dhe i kam thënë, më fal, i kam thënë djalit që ai ka vdekur. Mos e kërko më. S'ka vdekur, po. Kështu i ke thënë. Nuk më takon t'i them, po i ka vdekur. Për çfarë duhet t'i them? Edhe kur të rritet më kuptojnë do t'i them. Për çfarë do e kërkosh këtë njeri? Ai ka vdekur, nuk zeston për ty, sepse ai që ditën që lindet ti nuk të ka parë, nuk është në spitale, nuk është përgjigjur për asgjë. Vetëm babai im. Dashur Klodiana, unë e kuptoj që ti e lënduar shumë nga partneri jot i parë, i cili kërkoi që të bashkëtonte me ty, të mbante dhe nusën e parë, dhe ti nuk pranove dhe bëre gjën e dur, ike dhe shkove tek babai, ai nuk e njohu fëmijën, nuk i dha atësinë, por është e rëndë ti thuash fëmijës që babai të ka vdekur. Ndoshta do të gjesh formën tjetër për t'i treguar pak histori dhe kur të rritet ai ta kuptoj më mirë, sepse është ende fëmijë dhe nuk e kupton të gjithë situatën në të cilën ti ke kaluar dhe ai akoma s'arrin ta kuptoj pse nuk është babai dhe pse e ka braktisur, por një ditë kur ai të mbushit të 18-at, padyshim do e mësoj këtë të vërtet, do e di kush është babai dhe ndoshta do jetë ai që kur të jetë përballë babait do di se si të flasi. Kështu që mundohu që... Për çfarë, më fal, për çfarë ti them? Çfarë i ka bërë ai që mund t'i thot babai? Asnjë. Për çfarë? Për çfarë ti shkoj? Unë po t'ishe larg qoftë, ose kisha unë prindit, më thoshte dikush larg që sot e ke gjallë babain tim, edhe të më thoshte mama im që ka vdekur, nuk do këtë kërkoja. Ta them shpirtërisht. Nuk do këtë kërkoja, për çfarë? Çfarë më bëri mua ai që të mund ta ndjej baba? Për çfarë? Të ndihesh baba, e di ç'është sot? Do të bësh sakrifica. Unë kam shoqe në Greqi dhe që janë martuar dhe i kanë fëmijët në vete. Pa letra, pa gjë janë bashkëjetesë dhe vete që nga Greqia ja sjell. Patjetër, unë e kuptoj. Fjala baba dhe fjala nën janë fjalë shumë të mëdhaja dhe jo të gjithë e meritojnë ta kenë këtë emër, ta gëzojnë këtë emër dhe kjo është fatkeqësi. Realisht për ata fëmijë të vegjël që mohohen, por zoti Rakip, besoj ka qenë e vështirë. Momenti që vajza erdhi në shtëpi dhe erdhi në jetë dhe Nipi. Për babain ka qenë gëzim i madh që unë... Që u bëj gjysh dhe ti u bëre nën. Dhe aq më keq që kam bërë djalë, sepse babi nuk ishte dhe u hap dera. Nuk keni djalë? Jo, vetëm mua më ka, po. Vetëm Klodianën, keni të vetë me vajzë në shtëpi. Dhe zoti mendon... Ti je djali dhe vajza e shtëpisë. Së mu gojë, ka 38 vjetë, së mu... Amin e kam të sëmur, kam vite. 35 vite. Sa të kisha në dhe pavarësisht se ajo është të smurë, më ndihmon. A sho lam. Më ndihmon shumë, jam shumë krenare, pa në dhe pse si është, ashtu, unë njerë nuk ja, jo se do të lëvdov, nuk ja kam këthyre llafin. As njerë, më lëndon për atë nën që t'i ktheje. Sepse, jo se u bëra vetë nën, po, di që si kam rritur. Dhe vjen keq dhe tani e kuptoj më qartë situatën e dashur Klodiana, je vajzë vetme në këtë shtëpi, ata të kanë dritën e syve dhe ti padyshim
është gjë më e shtrenjtë për ty nëna dhe babai dhe kujdesesh për ata pas një fati jo të mirë që pate, sot je tek nëna dhe babai në Pogradec dhe kujdesesh për ta dhe për dy fëmijët e tu. Do e vazhdojmë historinë tuaj, do flasim për problemin tuaj, por më lejoni të kaloj në një hapësirë. Dua të prezantoj në këtë momente një këshill mjekësore dashurmish dhe rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë e kësaj 45 vjeçare me emrin Klodiana Balliu, që ka ardhur sot në studio me babain e saj të moshuar nga Pogradeci dhe kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet. Jemi sërish bashk live dashurmiq dhe ditën e sotme në studio kam një 45 vjeçare nga një fshat i Pogradecit, e shoqëruar nga babai i saj 79 vjeçar Rakip Balliu. Të dy, Klodiana me Rakipin, kanë ardhur në këtë studio për të shprehur problemin e tyre me shpresën se do dëgjohen nga institucionet e qytetit të Pogradecit. E dashur Klodiana, dua të pyes, në momentin që ti u ktheve tek babai me djalin, sa vite qëndrove dhe vendose që ta rinisje jetën nga e para, por u përballe me një tjetër fatkeqësi? Unë rita 5 vjetë, duke parë vështirësitë që të rritësh një fëmijë me fukrallok dhe babai të sakrifikonte pasi ishte i smur me ilaçe dhe nuk na dinin ato lekë që më jenim. Vendosa që të vinë në Tiranë bashkë me një shoqe, punonjëm këpucarit, këtu në Saugzu, më shpi me qëra, ajo u lidh me një djalë aty pa ta fatin dhe unë thash, sepse e shifja shumë të vështirë jetën e vetme me një djalë të vogël, 5 vjeçar, e re isha, dhe thash pse të rridhe unë, të lidhe unë, mos bëjmë barë për babain, që pasisht të punoj vetë, të arrivi djalin, të ndihmoj dhe babain, dhe vetë të ecë, po dhe babain të ndihmoj. E dashur Klodiana, ti me partnerin e dytë u njohe këtu në kryeqytet, në Tiranë. Po, dhe çfarë ndodhi më pas? Ai nuk më tregoi sepse vuante, kishte vënë baterinë në zemër i urari, gjunaft të thuash, po që ishte njëri i mirë, më donte djalin mua. Që kur u njohe, ai ka pasur probleme me zemrën? Edhe gjithmonë thoshte do të tregoj diçka, po kam frikë se mos më largohesh, dhe nuk më shkonte asnjëherë mendja që ai të kishte këtë problem. Dhe kur më tregon tek shtëpia ime, sepse ashtu ishin rrethanat, nuk kisha aq kushte të mira, edhe merr një peshqiri që të fshihet, do ikin në Tiranë të marrin çik lek në bankë dhe do ikin nga që s'u ndjej mirë. Ndërkohë që hap derën se kishte një si banjë të vogël aty, edhe kishte diku aty, qoftë diku këtu, si plagë, dhe unë them, po ti me këja zënë dhe mos më tregon, ke fut në sherrë, them, jo nuk u zura, po do të them atë që të kam për të thënë. E vishet, del për jashtë, më thotë, unë jam smur me baterinë zemër, po unë e di që ti do të më lash dhe largohesh, tham, po çfarë fy ky fat për mua kështu, i pari kështu dhe i dyti kështu, çfarë më bërë, më fike. Ai çan sa kohë kishit që ishit njohur? Po thjesht një vit, po thjesht që flisnim dhe kishim 2 muaj që rrim bashkë këtu në Tiranë. Por ai ende nuk ta kishte treguar problemin e tij me sëmundje, që është një fatkeqësi e madhe, sinqerisht, fati i tij i keq, dhe në momentin kur ai ka ardhur në shtëpinë tënde, aty ta ka treguar të vërtetën. Edhe aty pastaj u vesh, tha unë do iki, thash, po prit se do ikësh ti pa ushqora pa gjë, mblodhi rroba dhe iku, ke parasysh. Por ju bashkëtesën, kur e filluat bashkë, ku qëndruat bashkë, sa qëndruat bashkë? 2 muaj, një muaj qëndruam këtu, një muaj ndër, se kishte qef të rinte sepse do ke qëndruar në Tiranë dhe kishte qef dhe fshatin të qëndronte. Dhe pastaj bëm planin që të iknim, të rrim jam në shtëpinë time, të iknim në Greqi të punojmë ande. Ai qelloi që iku dhe serdhi, që pse qëndruam të një muaj në shtëpi ime dhe iku të serdhi mos u bëj gjallë. Ndërkohë që më zej një kështu si krizë kur vetë vizitojmë në Pogradec te spitali doktori, më thotë jesh 6 muaj shtatzan, ke gocë, po. Ishte 6 muaj që edhe unë s'ndjej asnjë gjë. Tani të lutem, që ndoshta dhe nga emocionet ngatëron kohën, sa ndëjte me këtë person? 1 vit, pra. Një vit, qëndrove 1 vit. Dhe le të themi, kur ishe shtatzan 6 muajshe, ti mësove që do sillen një jetë një vajzë, po ti ishe bërë nuk arriti do ta kuptoje që... Nuk e kuptoha drejt, me thënë, ja pra të zot lartë jam, më raftë zotin, bas edhe hymë... Por i ndjeri si quhet? E pasur emrin? E Kuran. Në momentin që ti zbuluve shtatzanin, e Kurani ku ndodhej? E Kurani iku në Greqi, pra. Po? Dhe nuk isha si kontakt me këta mija si qyshan. Po pse të braktisi? Nuk e dia, u vizitua dhe mori në një lajme, nuk e dia asnjëherë, deri më sot nuk e kam kuptuar as i të vërtetë se çai ka ndodhur se ku është se qysh tek. Fare. Por nga e mësove lajmin ti që ai ka vdekur? Si? Nga që e mori një shoqja ime dhe kishte thënë shkruajtur atje në Messenger që unë nuk jetoj më, nuk e di se kush i kishte shkruajtur asaj. Dhe po
Po mirë, po më habit, Klodiana, ti në momenti që nisi bashkëtesën me të personin e dytë, se nuk pas ke pasur martesë letra. Unë vendosa që ti ikë me të Greqi të bëjmë letra. Po pra, po ti mbetesh ta zankë se edhe një vajzë me këtë person. Tani, a i iku të braktisi, ti nuk njifi asnjë familjar të këtij personi, nga ishte ky person? Njifni, pra, dhe më thoshin që shko, sepse jetojnë këtu në Fresko. Po mirë, nuk e ke marrë guximin të shkosh të ta... Jo. Sepse ai mund të jetë gjallë. Nuk e di. Ashtu më thonë të gjithë, shko takoj vllajën e ti. Po sa vite u bë që je ndarë me babain e vajzës? 6 vite, sa ka vajza tani. Ai po sepse ishte... Po lajmi që ai ka vdekur, ti nuk e ke të sigurt. Ishte në mesazh të shkruajtur nga shoqja ime që nuk jeton më. Ka thonë një shoqe. Por jo se e ke vërtetuar. Ai ishte një tip që ishte shumë i dashur dhe shumë i afrueshëm. Ai kishte momente që nuk i flisja në telefon dhe thoshte do të vi në Slabin në fshatin tënd, thoshte do të takoj. Edhe mos më duash, unë nuk të la, thoshte. Po si ka mundësi që të braktisi? Ati vetë se them unë, sepse ai nuk do më linte, vetë se i ka rënë një fakt në zemër ose nuk e di se çfarë ka ndodhur. Po ti ishte i gjallë, ai nuk do rinte pa ardhur. E mësoj lajmin që ti kishe mbetur shtatzën? Po. Pra, je dinte që ty të lash shtatzën dhe u largua? E di të gjitha nga shoqja ime që i tregovi. Klodiana, ti këtë gjë nuk e ke vërtetuar, thjesht me një mesazh që një shoqe ka thënë që partneri jot ka ndruar jetë në Greqi dhe ti e ke marrë të mirëqen që ai ka vdekur dhe e vërteta nuk dihet. Kam të sigurt sepse ai nuk ishte që të braktiste, ishte shumë njëri i dashur. Jo, këto janë hamendësimet e tua. Sigurisht dhe të miat, por e vërteta nuk dihet. Ndërkohë, ti kërkon të njohësh familjarët e tij për ta mësuar të vërtetë sepse të lidh një vajzë, ke një vajzë. Mund ta deklarosh emrin dhe mbiemrin e babait të vajzës që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim live, mund të na telefonojë dhe ti ta mësosh të vërtetën që ai partner që ndave, le të themi, një vit jetë me të dhe sot jetë një vajzë, është gjallë apo jo? Se për ty ai figuron i humbur. Me një mesazh që ty të ka thënë një shoqe që është i vdekur, ti nuk vërteton dot asgjë. Ai po t'ishte vinte, nuk ishte tip që të braktiste kollaj. Pe ti, unë jam shumë e sigurt. Po pse nuk e ke marrë guximin të shkosh tek njerëzit e tij, tek vllai i tij, tek nëna e tij, tek babai i tij, se ti ke një vajzë që ata e kanë mbesë, e kanë gjak. Ka marrë vesh në Facebooku, jama e ka vdekur blemi, të vëllezërit e tij kishin hedhur në Facebook që jama i kishte vdekur. Ndërsa unë e di të vllain e tij dhe shtëpinë e tij ku e ka në Fresku të gjitha. Po pse nuk e shkuar ti takosh kur ti ke një vajzë me vllain e tij, i ndjer nëse gjithnjë ka vdekur, dhe ai është gjaku i tyre. Nuk e di reagimi i tyre që çfarë mund të bëjnë atë ndaj me ose nuk e di, kjo më ka stopsuar ose më ka larguar. Frika për të shkuar dhe për të trokitur. Por nëse ata të ndjekin dhe e mësojnë të lajm, se ndoshta dhe ata nuk e dinë që kanë një mbes. Ai kishte treguar se kishte një djalë dhe kishte treguar djalit të tij që ke një motër. Nga bisedimet që bënin bashkë, kjo është me Facebook, Messenger. Po nëse familja e partnerit tënd edhe njëre emri si quhet personi? E Kuran kush? Gjeta. E Kuran Gjeta. Po ai, po nga Pogradeci ishte? Jo, ishte Dibran. Ishte nga Dibra. Nëse familja e personit e Kuran Gjeta të ndjek, ke një mesazh që ditën e sotme do t'i përcjellësh nga studio emisionit Pa i Gjurmë, sepse ke një vajzë. Po jo, le të vim, unë nuk i kam penguar. Unë dhe për djalin, po t'ishte ai që zoti, po që t'ishte ndjer aq baba, le të vinte ta takonte djalin. Pa i se ka ndjer vetëm si baba. Për burrin e parë, po flasim për të dytin. Dhe për të dytin, se kam problem, le të vi kushdoj. Vajza është e gatshme ta takoj, ta bëj. Vajzës nuk i kam thënë asgjë. Edhe pse ajo më pyet mua, ku e kam bëjmë, pse s'vjen, ç'a bën? Sepse ajo është tash i kupton shumë gjëra. Por ti çfarë i thoj vajzës? Mirë djalit i ke thënë që babait ka vdekur. Nuk i kam thënë, ja do vim, do ikim ta shohim. Gjithsesi. Sepse duke pretenduar që ai mund të kthehet në ditë, nuk e di. Për këtë unë nuk i kam thënë se që kam thënë djalit që ai ka vdekur, sepse ai pari na ka braktis, nuk është bëri gjallë. Ç'është ai babai që të rriti gjithë këto vite pa për një vllatë, unë nuk e di larg qoftë. Unë ik në Greqi, po mos i marr fëmijët. E pakta 4-5 herë në ditë do të çmendem. Vetëm zërin do dëgjoj, sepse ti je në kurbet është e vështirë. Unë uroj dhe shpresoj që të na ndjekin familjarët e të dy partnerëve të tu, si burrit të parë që të ka braktisur dhe nuk e njeh djalin i cili është 12 vjeç, por uroj që dhe familjarët nga Dibra të partnerit të dytë që ti ke informacion që edhe ai të braktisi, por ti ke informacion që ai ka ndruar jetë dhe këtë lajm ta ka dhënë një mikesha jote, uroj që të na ndjekin këto dy familje, sepse ti ke sjellë një 2 fëmijë që ata 2 fëmijë nuk i njohin
Jo. baballarët e tyre, dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të ndiqemi dhe të kemi reagime që dhe ata fëmijë të mësojnë kush janë njerëzit nga ana e babait. Sepse janë rritur vetëm me gjyshin, me gjyshen dhe me ju dhe nuk kanë njerëz të tjerë. Dhe kjo është fatkeqësi. Po si ndodh askujt fatin? Mos i ndodh askujt fati jot. Po se pas të askush, veç se as me pas të fatin tim. Askush. Se dhe mos një femër si unë, jo se ja mundua të lëdohem, po. Është rëndë, një femër të rritësh 2 fëmijë tim. Unë të uroj lumturi dhe qofsh nëna më e lumtur në botë, por do shkëputemi për një tjetër hapësirë reklamash dhe do fokusohemi te problemi juaj kur të rikthehemi në studio, sepse të tjera probleme të ndjekin dhe pse ke pasur 2 ndarje, le të themi braktisje nga të dy partnerët, por ti vazhdon të kesh ende probleme në shtëpinë e babait. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi bashkë. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe dua të pyes zotin Rakip. Zoti Rakip, çfarë ka ndodhur me shtëpinë tënde? Shpinë teme datën 2 ka iku qupa në Greqi. Po? Unë datën 9 ika në spital me fëmijët. Kështë fëmijët smuf. Që kujdeseshe për fëmijët e Klodianës. Po, kështë fëmijët se milam, ose fëmijët që fëmijët e ne. Tipo mi shafe fshatari që të që kemi ka linjë slabinjë aty. A i kufër, a i maqinën polisi lartë, pa, i të prishat muri, ba i avli. Pra, ju kishit bërë një ndërtim në shtëpi dhe vjen policia dhe u aprish. 20 metrë linjarë. Po? Avli, shpis. Që janë kësha që kështë prishë, kur doli goja, dhe smurë. Kur doli goja, kur të vidi fugonit, unë të pesë, unë ato të da vete. U iritua dhe është mirë kuptushme. Si vete, ku vajti quj për qante, ja ku quj, piti quj. Që i ku para me jetë, që apëshe do të aqë. I ku quj për ku e pa, mos e kohë me dojë qante. I tha me këtë qambe, kësa këshu. Në morë telefonu. Klodiana, të lutem, çfarë kishin ndërtuar ju? Se themi, është bërë një ndërtim pa leje, prandaj është prishur. Ja, jemi duke e parë, na ke vënë dispozicion edhe disa video. Çfarë ndërtove te oborri që të erdhën dhe ta prishën? Ti e di shumë mirë, edhe të gjithë e din në stabin çfarë gjendje jam unë. Po, këto plane e tregojnë më së miri gjendjen tënde. Por derisa unë i rrita fëmijët vendosa që mos pres nga babai, pasi kam trokitur në bashki dhe në komunë, as një ndihmë, as për fëmijët, as për mua në një punë. Kam lënë fëmijët të babai, kam marrë rrugë dhe kurbetit për një jetë më të mirë, edhe kam marrë çdo punë që kam bërë ja këtë mur e kam ndërtuar. Pra ti ndërtove këtë mur? Po. Që është prishur tani? Ndërtove një mur për të mbajtur pikërisht shtëpinë, ledhin që mund të binte dita ditës në dimër dhe rrezikohej shtëpia. Dhe ndërtimi i këtij muri erën ta prishën? Kam shkuar në bashkit, në komunë 2 vjet, sorollatje, lejen, dua lejen. Se mendova që kishe bërë ndonjë ndërtesë pa leje, ndonjë dhomë, diçka që... Jo, atë jo, këtë kam bërë, ja kam shkuar i kam thënë dua lejen. Nuk ta japim kur të duam ne. Po jo kur të doni juve, thashun se unë kisha punën që unë duhet të ikit të punoj. Ky është muri? Po, ky është muri. Dhe ky mur të është prishur? Po. Po me çfarë motivi ta kanë prishur këtë mur se nuk arrit do ta kuptoj? Tani kanë nxjerr konkluzion që si të mbulojnë në mendër kështu, në kokën e tyre që gjoja ka kërkuar lagja. Ndërkohë që aty të lagja kanë ikur. Unë nuk pengoj asnjë, le të vi kushdo në shtëpi. Rrugën nuk e kam zaftuar, nuk e kam penguar asnjë. Gjoja tani si që unë thash, unë do shkoj ta kërkoj të drejtën time. Si ti shkon në shtëpinë time pa thirrur? Patjetër, tani unë nuk jam eksperte, por në momentin që ju bëni një mur për të ruajtur shtëpinë nga dherat e mundshme gjatë dimrit që shtëpia është në rrezik, unë nuk e kuptoj pse ai mur mund të prishet. Ku në të tilla raste bashkia duhet të ndihmojë familjen e nevojë t'ua bëjë atë mur, që mos të ketë rrezik shtëpia, ndërkohë që ti e ke bërë vetë ato mur dhe ta kanë prishur. Jo, le ashtu pa ta stelon. Ja, duket qartë. Vendi ku ka qenë muri dhe është shkatëruar. Po. Ky është muri që ishte ndërtuar dhe është shkatëruar. Dhe çfarë përgjigje keni marrë nga bashkia? Jo, e ke bërë palet, thash kam ardhur, kam kërkuar lejen si njëri, pse s'ma jepni? Kur të duam ne të cakon atje se e ke palet, thash urdhro letrat ku i kam, vinte policia më ndalon te ora unë do ta bëj se unë kam shtëpi.
Ç'është ajo shtëpi pa avlli? Kush është? Tru. Si duhet ta lënë shtëpinë tash? Heku ajo kohë, sepse i kisha fëmijë të vegjël, nuk isha krah. Po tash unë do punoj sepse më duhet banjo, më duhet dhoma, si ç'është të tjerë, dua të jetoj. Po të rriu gjithë jetën për Allah. Do të shkoj në përdyret të bashkisë të komunës në Mlek, më ndihmoni të rri si qyqare, si lypse. Unë s'dua të jem ashtu. Dua të ki punoj me krahët e mi. Dhe një leje s'ma kanë dhënë. Unë jam një qytetare që i respektoj ligjet vetë si Odet dhe kërkoj që çdo njeri t'i respektoj ligjet. Por realisht, kur flasim në këtë situatë, një fshat i braktisur, ku gjithë banorët kanë ikur, kanë ngelur vetëm 3-4 shtëpi, dhe tani të merret bashkia e Pogradecit dhe uroj të më dëgjoj, për të respektuar ligjet në mënyrë të përpikët, në një fshat të braktisur, që një zonjë ndërton një mur për të ruajtur shtëpinë dhe t'ia shkatërrojnë, kjo është e turpshme. Është shumë e turpshme. Në vend që të shikojnë në Pogradec, aty ku bëhen ndërtime pa leje, në qytet brenda, dhe ndërkohë një fshat i braktisur, që ne kërkojmë njerëzit mos të braktisin Shqipërinë, por të qëndrojnë aty, i prishet muri një nëne e vetme me 2 fëmijë dhe me 2 prindër të moshuar, dhe kjo është vërtet e turpshme. Unë jam ndjer shumë, unë s'mos jetojnë atë shtëpi, më mirë të mos jetojnë atë shtëpi, sepse unë paguaj taksat të gjitha. Unë ka baban gjallë, po imagjinon larg qof nesër mos kemë babai. Unë do të prishin shtëpinë, do të nxjerrin 4 rrugët jam nesër. Unë jam me 5 Unë uroj dhe shpresoj të dëgjohemi nga bashkia e qytetit Pogradecit, por më lejo të bëjmë dhe një shkëputjen e fundit për ditën e sotme dhe do ta mbyll me mesazhin tuaj, sepse gjithë qëllimi është zëri juaj të dëgjohet live në Report TV. Do ndalim këtë moment shumish tek një suplement ushqimor i cili quhet Prostatol, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe në fakt jemi në minutat e fundit televizive për ditën e sotme. Zoti Rakip, ke një mesazh ditën e sotme për të përcjell live? Bashkisë së qytetit të Pogradecit, ajo për cilën ti ke ardhur dhe e ke denoncuar sot. Po. Çfarë do i thuash? Po që dhe mund që ata kërkon... Me japin lejen. Me japin lejen, të drejtojnë atë. Muri. Dhe muri të bëjë njërë që jetë ku. S'pozë rrugën që. Rruga, ajo rrugë është, ajo atë rruga që. Se vëra muri në rrugët që. Kufi të vitër. Kufiri vitër, ati e kam ndërtojë. Jo, thot mos e ndërtojë. Unë uroj që zëri juaj të dëgjohet, sepse një mosh kaq të madhe, 79 vjeç, ke ardhur. Ja, i muaj 79. Në Tiranë, vetëm për të përcjellë të mesazh, uroj që të dëgjohesh. Rodiana, do ta mbyll me ty, me ju Enisa dhe me ju do ta mbyll një mesazh që ti do të përcjellësh ditën e sotme. Unë dua të marr lejen për atë murit ta ndërtoj, dua që të më lënë të qetë, punoj në vendin tim, në shtëpinë time. Mos kemi. Nuk dua asgjë, nuk ngas asnjë. Të më lënë të qetë, pavarësisht se s'më ndihmojnë dot, nuk u japin asnjë ndihmë, asnjë gjë. Të më lënë të punoj me krahët e mi, në shtëpinë time, të rriej qetë, kaq tu. Sekretarit komunës, mos ja them dhe emrin apo t'ja përmend emrin. Por, edhe nëse e përmendim emrin dhe nuk ja përmendim, dije se kush është kryetar. Kështu që pak rëndësi ka emri i tij, por unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të na ndjekin institucionet, të reagojnë dhe sinqerisht të bëhet më e mira për zotin Hakik, të 79 vjeçar, por dhe për vajzën e tij, Klodiana Balliu. Unë ju falenderoj që u pata në studio, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të uroj fat. Faleminderit. Edhe qofsh nëna më e lumtur. Jam e lumtur, pra ta punoj jam krenare. Ta uroj me zemër. Zoti Rakip, jetë dhe shëndet të uroj. Punë të ardhe ti, Mirë të dashur miq, me historinë e Klodiana Balliu dhe babait saj Rakip Balliu, ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish, ju e dini që pa gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.